Kryeministri është mbreslën se thot 1 miliard euro buxhet për shëndetësinë ose 4% dhe jo 2.8 sa thatë ju, dhe për herë të parë do t'jepen 15 milion euro për onkologjikun. Tani kush gënjen? Tash t'ja shpjegoj. Ose nëse janë dhënë 1 miliard euro ore, ku janë këto para? Përse nuk ka ilaçe kjo onkologjiku? Përse nuk ka analiza tek QSUT-ja? Me 1 miliard euro. Kaq më përshtat thjesht. Po t'japi parat, janë parat, s'do t'japi parat, kryeministri vendos, kryefamiljari vendos një familje. Ky s'do t'japi kaq. Kur thot 4, është sepse fut edhe pjesën sociale aty brenda, se quhet Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Fondi i shëndetësisë është 2.78% sakt, prodhimit brendshëm bruto. Shëndetësinë e kanë lajmëruar 5% 2013. Shëndetësi, çështje sociale që janë të rëndësishme edhe këto, kanë fondin e vet. Po ne na duhet shëndetësia, po flasim për shëndetësi këtu. Ka lajmëruar për arsimin asokoj 5%, ka çu 2.5, duket se e ka sot për sot që flasim neve. Po flisim pak për fondin e sigurisë, edhe këtu tash duhet ta çojmë në 2% e kishim përpara se ishim NATO, do ta çojmë më shumë, e di se çka bërë, se për ta mbush këtë fondit. Në NATO kemi detyrim ta kemi 5%. Po se është shuar tani, po unë po them fillim kur erdhi ky në fuqi se NATO e futi PD-ja, po hajde. Tash ti kujdes. Procesi i antarësimit në NATO tjetër histori, mos e faturojmë edhe PD. Tash ti kujdes. Për ta bërë këtë,